Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit Nga afër me Aurorën. Sot nuk do të flasim për sondazhe, për koalicione dhe as për matematikën e politikës. Sot kemi një personazh i cili është mjaft i komentuar kohëve të fundit sa i përket politikës, por që sot do ta njohim shumë më ndryshe. Një njeri i cili për vite ka jetuar, ka vepruar në Paris dhe që ka studiuar në universitetet të jashtme, edhe që gjithmonë e flet atë se çfarë mendon. Por që pika e tij e dobët janë veturat klasike. Pra, a është më e vështirë të menaxhohet politika e vendit tonë apo një veturë klasike e cila ka vendosur në një mëngjes që të mos ndizet? Qëndroni deri në fund të kësaj interviste që do ta realizojmë së bashku me Nezir Krakin. E thash në stand-up që sot e kemi zotrin Nezir Kraki, edhe që nuk do të flasim për matematikat e politikës, as për koalicione, por kena mi dhoni qasje tjetër kësaj interviste, me që nuk në ka ra me njoft më ndryshe zotri Krakin, edhe gjithçka që ka fshihet pasi. Faleminderit që jeni sot bashkë me ne. Faleminderit shumë që keni ardhur një nek, jam shumë i gëzuar dhe i lumtur që do flasim për gjana jo politike. Qito edhe në mendzi po brez, për që ata disa ko ju kam thirë edhe me ju pas në intervist. E kemi Junikun, mbrapa nesh. Fantastik. Vendi më i bukur për zotri Krakin. Absolutisht. Unë e du, s'm ka ra në qytet, po më ka ra bjeshkën e Junikut, edhe që ju gjelozoj për vendin që e keni, edhe që e keni shumë ofër. Edhe deni kur doni. Është vend shumë i mirë edhe gjeografikisht. Unë kudo që shkoj flas për ujin e Junikut, sidomos, se kemi ujin e pishëm që është për mua më i miri uji në Kosovë. Po edhe këtu bjeshka që afër, borën afër, tokën shumë pjellore, gjelbrim shumë. Po edhe sidomos njerëzit të qetë, mirë të kulturum, rati. Njët Juniku për ato 12 fiset që jetojnë këtu historikisht, po Asmeri, po është një farë oaze e qetë, gati si jashtë. Gati si jashtë. E ki ma të letë me krasu, me qënë se... Prej Parisit Junik, për shtatja është më e letë. Po du që ma letë që në qytetet tjera. Vene tjera të Evropës u sa mirë. Okej, pak lokalesa. Ja, duke të Kosovën, po Junikun, këtu jam rritë edhe jam i lidhur shumë. Ndaj sikur krejt na shqiptarë që jemi të lidhur me tokën tonë, se na ka ra më u çrënjos, më u zhvendos, e kemi një raport tjetër me ato që quhet nostalgjia. Në fakt, nostalgjia ka qenë term për me tregu një smundje në shekullin e 17. Me që jemi tek mallëngjimi, nostalgjia për Junikun, ti kujtojnë pak kohët para 19 viteve kur keni qenë këto, me qenë se tash 19 vjetë sa që keni qenë Paris, tyra që të dalura. Po, Juniku në atë kohë, familja e madhe? Po, ne jemi familje e madhe, jemi 10 fëmijë, 6 vllazë e 4 motra. Edhe kemi lindë këtu, lagja Krakëve është në mes Junikut. Edhe nuk kemi miq direkt, më thonë, kanë qenë një motër dhe një vlla. Edhe dajt i kemi një Junik, gështë e Junikut. Po kreti kemi qëtu. Edhe jemi rritë këtu në kushte, në fillim kushte relativisht normale. Baca, babajm, Haxhi Kraki, ka qenë profesor i gjuhës dhe letërsisë shqipe. Në fillim Prizren, pas studimeve tim Prizren, po në 72-ën e kam pas përjashtu në atë kohë për punës, për që është kryesisht politike, rreshtim jo dur në atë kohë. Tani ka shku një 20 vjetë, prej 72-ës e 90-ën në Ravec, për Juniku në Ravec, si profesor, jemi rritë kogja me munges ti ndoshta, se është dashta e më uqu heret shumë, 4-5 mëngjes me më rinat ko. S'ka qenë rruga asfalt Junik as të vi, se dasht me dalë
dimnit kom me ecë deri atje me marrë atë autobusin e punëtorëve. Edhe në atë realitet jemi rrit, kemi qenë që ka shumica këtë njënik, me fëmi që janë, s'kan pas nështë lodra, po kanë pas kreativitet, kemi lujtë mahal, fëmijët këshive, kemi shpik lodrat veti kemi marru me vllazën e me motra. Me vllaz kryesisht. Po, me vllaz, me borë, edhe po mësimin e kemi dasht, këgja shumë, shoku dhe të pas prindin, edhe unë kam mësu shumë prej fillimit. Në fakt, kam ditë me shumë me lexu para se më shumë shkollë, edhe kam qenë ndoshta i fëmijë në familje, që ma i bezdishmi, i kom nejt babës tamë gjithmonë të kryt, a i lexoj këtë mramje, gjithmonë ka qenë me gazetë ose me nejveje për me roman mramje. Edhe unë i rrisha të kryt, edhe thonë, qka, akronimet në gazetë, qka, që dhe më thonë kjo, non-stop pyetje, kom qenë fëmijë i lodhshëm me pyetje shumë ta. Edhe kjo më ka bo si tip kurioz, më thonë, kurreshtja tani më ka shtu, edhe tani libra të pas shumë shpe, poezit e para, për shembull që unë i kam lexu kanë qenë jo nej poezi për verë e vjesht, po kanë kreshnike, për Haxhizeken, kanë patriotike, poezi. Edhe në atë frymë jam rrit, tani normalisht që realiteti politik, mas ndryshimeve në të 90-ën, ka qenë situata ma brutale, ma represioni ka qenë ma masiv, edhe varfënia ma prezente, dalja prej punës e komplet sektorit publik në atë kohë, vendosja, krijimi i sistemit që ne kemi qujtë atëherë sistem paralel, që me gjithatë e ka mbajt, ja ka mundësu këti populli me u mos më asgjësu, mos më u tjetërsu. Edhe tani janë ato gati 10 vite, realitet kogja brutal, varfëni, kemi jetu qysh kemi mujt, kur kemi pas nevoj për ndim diçka pak ma shumë, kemi pas dajt në derë shtëpis, që kanë qenë këta jashtë në Zvicër para neve, na kanë ndihmu, na kanë gjetë, edhe po fëmijëria ka qenë simpatike, po mendoj, përveç kësaj anës, ndoshta politike pak e realiteti që ka qenë brutal, fëmijëria ka qenë kështu e pafajshme, pa ekrane, pa telefona, pa e kemi pas këtë fëmijët e mallës një kështu Tetris, që pa të ndalë në atë kohë. Me ishte ato... Po, si Nintendo Tetris, po. Po. Edhe luishim, dhe unë, bile tash i ditë thashë dikuj, a ke prashit në herë, se unë jëmë rritë të prashit, kam shku me lopë këtë një nekë, po mërë. Alla ile, Qëshja, kam shku me lopë, me fletore me vete, po, me ledzu, mos marru shkollën, edhe tani, si prej 15 vjeç, unë një marrë me punë shpis, këgja shumë, e pa ta nëzirë një vete para një viti të kosit, kështë me dorë, e njerës me dëshin që e kom bu për një me di me kosit shumë një. Edhe nuk e kom kështu veç, se moti kom kosit, edhe si për i të heqë, më ndoj punëve të katunit, edhe s'kom kota shumë, po, edhe më pëlqenë, më thonë, kjo është, unë e unikun, fshatin, realitetin e shosi si diçka të sinqerë, si diçka kështu të ku ndihesh rahat. Pa këtu artificialitetet e botës moderne edhe politikës e këtu që na kanë nxjerr pak për asaj që është esenciale. Po për shtane sa isha me ba një intervistë të shpia, e në qasi kushte, tamam që shërë zotri në zirë krake, por tjera herë. Kismet. E përmendet që familje madhe, shumë motra vllazën, e qëfar fëmije ke qenë zotri krake, a ke qenë problematik, i utë? Jo. Pas që ke shku mas babës, çdo herë me lexu bashkë me ta, me interesu? Jo, kam qenë fëmijë i urt. I urt. Qandruve që tash tjetërsove. Tash do këna pak ma rebel. Jam prish me kohën. Të rrit. Të rritu e qere ditë. Jo, kam qenë fëmijë shumë i urt, edhe
edhe në shkollë, edhe në shtëpi, djalë kështu i nalën. Ja, po. Kemi bo shere kur kemi lujt me fëmijë me halle, me vllazni, po fëmijë kam qenë i urt, i ngushëm, edhe pa shumë, pa të lashe. Edhe më ka ardhë, bile tash që një kohë jem të e përmend edhe nocionin e marrës, që ka nisë pak me u largu, me u zhbë. Edhe me pas marrë është vlerë e madhe. Edhe fëmija edhe të mëdhaj du me pas marrë. E në atë kohë kemi pas marrë, diqysh, për shumë mund vike, unë njëherë jëm pas vënu me shku në shkollë, fillore, edhe prej marrës me mëri me vënes, kom shku heqë. Edhe kom nejtë u kajtë krejtë paradite në shpi, prej sikletit, që ka me thonë në të nesërmen, kur vite mësusi Halit Gacaferi, që kom pas mësus këtu njënik, edhe s'kom mungu kur në shkollë, edhe ka qenë i farë dvike marre, që marre mos me mësu, për shumë, qësh mos me mësu. Edhe qësh me ditë sot mësimin, e të nesrit mos me ditë mo. Vazhdojna me gante familja të shpia, o bore shpis, që ka të kujtojnë kur kënë ta. A je mos pari tip nostalgjik? Po, o bore shpis, për shambull, baca jam ka shku në atë kohë shkojke në Ravec, me javë mësim me një kërë, në bardë, Opel Kadet. Edhe, sa e shoborin, kujtohet momenti kur vike baca prej Ravecit, në sezon, njerëz të asajane që janë punëtorë dhe sot dhe bujarë të mëdhaj, jepshin roshe, bostone, pjepna, edhe na bike, tash na ishim si fëmijë, jo veç na, po këtë fëmijë të mahallës, vike Opeli, Kadeti dhe unë gjitë këtë të na e preqim për roshe për. Edhe më thonë, unë me rikëthy këtë sekuencë, kam lyp një 5-6 vjetë me gjithë kirin e njëjtë në Francë, deri sa kam gjithë, ja kam sjell bacës tamë, ja kam po surprizë me rikëthy në kohë, e tash kirin e njëjtë, shpia e njëjtë, o burri njëjtë, tash baca është plak, i ka bo 80 vjetë, 81 tash i banë, po unë jap shumë rëndësi kësaj aspekteve historike, rrugtimeve që në për cilat kanë kalu njerëzit, familjet, edhe rrushin që kemi pas aty, tash nuk është mo po rrushi, keri, Opeli, Kadeti, asaj kohë, i parkum aty. Këthem park të kujtojnë. Po, bile një kemi halën në Bec, Gjakovës, edhe më kujtojnë si fëmijë shkëshim me kerë të hala. E tash unë një ditë i mora prindë dhe me Kadet e shkova të hala. Sigur në atë kohë. Me riprodhu pak, si flashback me bo. Se tash prindë të anë nuk kanë kërkesa, ku me ditë, maksimaliste. Edhe janë prindë që janë generatat cilës ju ka mas keqë, me thonë drejten. I kam pretu gjitha... Krejt, kanë qenë në varfnin, terror, policor, në gjithë shka. Në luft, si refugj, gjithë shka. Ne jemi generata dalse, që jemi tranzicion. Po generata prindëtan janë tash me mujtë mi u kushtu kohë, mi dash, mi respektu. Edhe veç me i rikëthy pak në ato momentet që kanë qenë simpatike, mirë është. Apo është sa mirë është me pas në qësi interviste, se cili me kalzu pak një anë tjetër ty në, se veç në politik ka njëherë shumë rept, shumë... Po menojna që për një vejni, që është apo jo? Jo, në fakt, edhe në politikun, s'kam asë gja personale me kërkan, asë një armik, unë konsideroj që nuk i di në shta, dikush menën që e kam armik, po s'ka. Ama neve në dhem me folë që ka do që menojna, për që ata do kom tani... Unë veç flas lirshëm, se jam aj tipi që ka shku vetë me 350 euro në gjep në Paris për 19 vjetë, pa burs, pa financim, pa asë një lloj ndihme, që o pranu vetë fakultet, që se ka dit as ku është fakulteti që ka pranu, kur ka shku në Paris. Thonë, jam një farë self-made man, një kogja brutale dhe atje, se është kogja zërë me mërinj veç me jetu aty, me u instalu. Edhe
dhe më thonë jemi produkti përfundum i ndërtum vetë, nuk ka si kom bërgja askujt, as politikës, as askujt. E tash, me krejt që kam kapacitet intelektuale, historike, familjare, krejt, po mendoj me ndihmu, me qeni dobishëm. Kudo që mendoj unë mëj me qitë një guri në morë që me urrit në shërbim të interesit se cilit, se mirë është me u kyç në jetën publike kur i kjera atu do gjana dhe i realizu deri diku. Se me u realizu për mes politikës nuk është okej, nuk është shumë okej. Duhet me qenë kogja i përmbyllën, e i përmbushën me ti me i dhanë diqka. Jo me marë. Jo me marë. Ti duesh me logiken, me hinë politik, nështë ta kjo është verzioni klasik pak, se i shkollu në Francë dhe mësi më dhanë se atje, Franca është djepi ideve, origjina ideve të para, të angazhimit publik, lirive individuale, janë do gjana që janë të pa negociushme atje. E unë po tentoj me sjellat frymë, nuk guxoj me i tratu disa gjane sa parime, se që tani s'muj me najt me vetën. Duhet e me qenë të e lip vetën, me të hub vetja është këgjazër. Mos të hupt. Okej, jemi të e përmend pjesën kur keni para 19 viteve që keni shku në Paris, sa që me 350 euro jenis, pa kur gjëhesh tjetër. Apo na kujton pak ato ditë qysh e more vendimin me shku, qysh ken ditët e para, sa e vështirë ke me lanë komplet familjen, Kosovën me shku si djali Rianej. Ka qenë një farë vendimi kështu këgja, unë isha në Prishtinë, në punë, këtë në regull, edhe vendosa me Qa e kanë të pununat? me këforin francez. Thonë ka qenë puna e mirë, rroga e mirë, gjithë që në regull. Edhe e kom një farë talentën me nëzirë veti të lashe, me shtu veti të lashe. Edhe hajde, një të lashe dhe rej, me nejtë shumë në rati së banë. Edhe tani konkurova atër për një bursë në Kosovë, kalova gjitha fazat, për nuk ma dhanë, që ndi pse. Edhe me gjithat konkurova pa bursë, Paris, u pranova, tani e la shkrejt punën, për më dhash dorëhe që prita bukur gjatë për vizë, shkoj atje gati një semester, shkova që ashtë të njërë kogja kaotike, mrina diqysh. I njefsha disa francez me cilët kisha punu këtu, edhe më kanë strehu 3-4 javë të para atje, derisa e kuptova pak sistemin, po jeta shumë e shtrejt, po mënej banimi shumë zërë aty më siguru, se duhet me pas familjar që garantojnë. Kur je student, nëse nuk i prend dikën familjes që garanton për qira, nuk t'jep kush banesë. Shumë zërë me gjithë. E tani, ja nisa më shku në mësim, tani e gjitha një punë njëni për restoraneve të Muzeu i Luvrit, në Piramid, kënë disa restorane, një shok, një shqiptar që ishte aty të punu, Arjaniti, Arjanit Morati, i pa të thonë shefit vetë, ka një student, atë a mund të marrë me punu pak. Shkuva dhe me hek tabaka, kështu me shërbi dhe një 5-6 javë aty. E tani e gjitha një punë tjetër që aty kom nejtë gati 6 vjetë në teatr. Kom punu në teatrin kombëtar të Teatri Nacional de Chaillot, teatrin më të madh që është në Paris, në Trocadero, është përballë kullës Eifelit, një ndërtesë gjigante. Aty kom punu në recepcion të hyrë, i thojnë hyrja e personelit dhe artistëve, është një hyrje e vogël, jo kjo e madhja e publikut. Aty kom punu vikendeve, në mramje, kur nishin shfaqet, unë isha rahat me mësu me lexu, me përgatit provimet. Edhe që aty kom nejtë 5 vjet e gjysmë në punë, gjatë studimeve, tani banimin, tani pat ndihmu djali një koloneli francez që ka pas njoftu këtu, ai arkitekt, djali Paskalit që quhet Patrik. Ai tha në zonë kam shku në Dubai, jam arkitekt atje, e kom banesën në Paris, vina herë këtu, po hajde rri këtu dhe sa të bëjsh qare, edhe, dhe më thonë,
takime me njerëz, për shtypja mirë që lënë të njerëz. Unë kur se kom mendu që sjellja eme mirë me Paskalin në Kosovë, kur ka qenë në mision këtu, ka më dash në herë, po duhet njerë me tentu mjallon vendin vetit gjithkon. Edhe mos me prit kur gjohë në këthem, veç me bo sjell mirë, me u tregu i mirë dhe i sjellshëm me njerëz. Çka të mungon të nga ajo kohë, në atë kohë nga Kosova, prej Kosovës, çka menojshë si djali i ri? Erdha i lash Kosovë. Ata ka qenë ai viti Kosova, bisedimet për status në Vjenë, dhe më thonë, shkoj ke drejt pavarësisë. Edhe kur shpall pavarësia dit, unë nisha në Paris. Edhe me dy shokë që ishin atëherë në Paris, Flamurin edhe Gjelalin, Flamur Mangjolli, Gjelal Sertolli, patë më shku të Bata Selman. Ata e njëfshin një bashkëdhetar të për patriota dhe familje Selman Rashica në periferit Parisit dhe shkum të ajnë familje, ishe a parë që në shkojshim në atë dikush ashtu. Në pritën shumë mirë edhe kemi këshyrë momentin e shpallës pavarësisë për shtëpisë tina. S'kishim as televizora, s'kishim as një mundësi me po si studenta kështu. Hekt. Edhe, po të hekt. Edhe, tani normal që më kanë mungu flinja dhe datës teme këto një unik, në saq, krejto specialitetet e hetës, jeta studentore jashtë vendit, kur nuk je për shembull sistemum kampus, në konvikt, ose kur je kështu elektroni lirë, gjendu nëse mundesh, është kogja zështëm, është kogja sfiduse. Qysh, për çka u ktheve ti Çka drejt? Dis Parisit, të kullaj felet Prishtinë, Kosovë, çka? Qështë thash, e kom pas gjithmonë atë farë, dikush një farë mini personin tru që të thejke duhet më u kthy në herë, po prind janë këto, edhe Haxhi Kraki, baba jam, ka qenë i angazhum politikisht gjithmonë dhe aktiv dhe njemi gjithë e din kush jemi, kush ka qenë baba baca im. Dhe ka qenë deputet 92, vitin 92, në atë kohën kur na veç nuk kishim shpallë Republikën paralele, edhe jeta u bëjke këtu ndërthana kogjat vështira, represive dhe shtu me tendencë një farë asgjësimi të neve si shqiptarë. Normalisht gjenerata e babes tëmë edhe s'ka pas gjasa me shku në kuvend Kosovës, me shku në Prishtinë, me umbledh, me kry punin që shduhet. Tash, ne nuk i kemi ditë atë hale, po unë jam gjenerat, unë jam ajo një kam në atë kohë, edhe u dashke njëna për arsye, nështë a kryesorë, pëse jam këthy është me vazhdu që aty ku ka me jetë, angazhimi i prindit, edhe me bo krenar, edhe unikun si unik, me rikëthy pak në hartën e Kosovës, në një pak ma dinamike, ma aktive, se deputeti fundit i kësaj zone ka qenë babajnë 92-ën, s'ka pas mo. Edhe... Apo njëhet babaj për mbushën, apo kënaqet të të po ty që të ku jetash? Edhe çka po bën për vendin? To i di që po thu që pe vazhdojnë... Po, baca është lodh pak, 81 vjetë për bën, nuk është mon shumë dinamik, s'mundemi për cilë shumë mediat, po shumë i lumtur edhe shumë i... E ka pak dirë t'i ndamë sot, adin, qka, si kur ti që dhe qka, adin, qka e tranu? Qka u tranu? Po, ja, mirë është, jam shumë i lumtur që kom mujt me korrigju, ndashta një pa drejtësi që ju ka bo babës tam që 72-ën, është si një farë korrigjimi, se koha
koha që kalon na mundëson me u korrigju edhe me riparu disa gjana, se nuk riparohen shpejt, po moralisht, simbolikisht, nina shumë mirë që atin e kom me vullnet, e kom pranu me harru veten, me prish sistemin pares, që kom hek shumë zërë me ndërtu, me dalë për ati sistemi, veç me bo diçka tjetër të mundshme. A i takon, Zotri Krako, grupit të bashkëdhetarëve tanë që jetojnë krejt jashtë vendit, që Kosova është vendi më i mirë? Për momentin, a jetohet për shembull apo punohet, a jena më mirë qysh e thojnë ata, në bazë të fjalëve të tij? Kosova është vend shumë i mirë, po nuk me thonën që në Kosovë jetohet më mirë se në Francë, se në Zvicër, se në Gjermani. Nuk është krejt e sakt kjo, nëse thuhet. Po atë pjesën që mungon këtu, neve që ka i bashkëdhetarë është, ajo nostalgjia, lidhja me këtu, malli, kombëtarizmi, historitë, përjetimet e mahershme, vujtja që kemi pas, i plotëson ato. Dhe më thonë, njerëz pranojnë me hekdor për një të mirë, ndërsa materiali, komfori, për disa gjana që janë imateriale, që spreken. Tash, Kosova është në rrugë shumë të mirë, si sistem, si administrativisht, politikisht, edhe ekonomikisht, është në rrugë shumë të mirë me i përngjarë në i shteti sikur Slovenia, për shembull, ose Kroacia, dhe në qatë rrugë, po më duket që i po shkojmë. Mirë. Si duket Zotri Krake, kur nuk është profesor, kur nuk është politikan, jeta e tij e përditshme, e lirë prej profesioneve? Unë që shtash ma herët, kom një talent mi shtu vetit të lashe. Talent e lashe. Edhe si kem të najtë veç kur më kujtohet nej. Unë lexoj shumë, unë informona shumë, lexoj shumë, po dhe letërsie kështu. Po që një 10 vjetë, e kam edhe një pasion, unë i kolekcioni librat e vjetër, botime originale, po edhe kjerët e vjetër, ju më bu pak mekanik. Jam e profi që bu mekanik, edhe që 10 vjetë më pares me shoqni, jam pjesë e 2 klubeve me kjerë klasike, jam pares, edhe jam i njohur mjediset e koleksionistave atje, edhe kam kryer edhe trajnime, 2 trajnime për mekanik klasike, dhe më thonë ndrejt që vetë kjerët, edhe i një shumë mirë disa modelet kjerët, dhe një tepër mirë, jemi dokumentum shumë, interesum shumë. Këna me folë për këtë pjesë masanej? Se kur je, e kemi si defekt profesional njerës që bëjnë studimet larta, kërkimore, kështu, e kanë si defekt, nuk pranën veç me tregu ti që është kjo gotë, unë e duna me gjithë dikun një informat, me verifikua dhe njëherë, e tani të lyp atë informat, dalë informat tjetër, që ashtu lidhe tje, e tani bëhet si pasione, duhet me pas pasione, e unë e bëj qmës, tash që një vete gjysë, s'po kam kohë shumë, po kur jetësha atje non-stop, unë e bëjsha qmës që një dile, po më marrë me diçka tjetër, edhe me një bile i faknesie, ku jetu e afrigu me një kjeri, Pa që faknesie, jemi për i kjerit koha, se jetu je në origin diçkave që për ndryshon. O, zë me e kuptu këtë. Jo. Okej, kjo është pra, kër e ka talent, profesion, pasion, veturën, i dënë veturat. Knatësia me friguma. Kena mundale pjesa e veturave pak më vonë, koleksionuese në veturave të vjetra. Po, na treguat që lexoni libra, jeni koleksionues i librave të vjetër, po edhe i lexoni ato. Po çfarë muzike dëgjoni Zotri Krake? Muzikë, unë në rinin të eme, shumë ati. Kam qenë shumë i lidhur me hip-hop kulturën, edhe jam marrë vetë në muzikë,
Pas edhe një grup, kemi bërë rap muzik, kam Jo. shkru tekste, po. Edhe kam shkru tekste në atë kohë, edhe kemi qenë disa në viti 2000, 2001, Okej. me njerë mas luftës, edhe kemi qenë disa grupe këtu, Unik, Pej, Deçan, Gjakov, në atë kohë, koncertet e para që organizojshin me njerë mas luftës ka pasë infrastruktura, së kur gjo. Okej. Ka qenë interesant, shkollët mesme në atë kohë. Edhe E keni në ikon ato video, ato krijimet juja? A ekzistojnë? ekzistojnë me siguri. Po mos e në me liba? Jo, tekste kanë qenë mirë të punume. Jo, mirë. Jo, po nuk të shoj. Po duhet me gjetë një ditë, duhet me gjetë. Kemi pas një koncert madh në Gjakov, kujtohet në atë kohë MC Kresha ka pasur në Gjakov, i ri edhe ajs. Bile kam disa foto me MC Kresha në atë kohë, ndimjene. Edhe më ka met ajo, do më thonë hip-hop kultura, muzika si revolt, muzika që denoncon diçka, që kallzon diçka. Nëse non-stop ajo ideja me denoncu pa drejtësi, kur je ke lind në vend me pa drejtësi, je rrit në vend me pa drejtësi, normalisht që edhe arti e orienton, do më thonë, ka art angazhum, e art që s'është i angazhum politikisht në aspekt social. E mu më tërhek kjo, arti më tërhek që është i angazhum, filmat që të regojnë diçka për një merë. Edhe filmat science fiction pëlqejnë, edhe Iron Man, Jurassic Park, krejti di për menë që kam kështu jam konsumus shumë i madhe kinematografisë. Po muzika franceze tani e kam përdor edhe si mjet me mësu ma shumë për Francën, me u thëllu në frëngjisht, me figura stili, me këngëtarët e famshëm e të vjetër francez, sikur Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Georges Brassens, janë monumente, nuk janë këngëtarë, janë monumente. Gjitha këngë e tyne është sikur me lexu dy romane, dhe më thonë janë tekste tepër të përpunume, janë absolutisht pa krahasueshme me çka bëhet tash. Edhe muzika moderne, muzika në përgjithësi që nuk tregon kurrë, e kam pak zor, ma me qef prap Still Dre. Në kërë se të tash që tekstin, kër e merë tekstin janë 4 rima që përsëritën në një robotike gjatë 2 minuta e gjysë dhe nuk ka kërkim në letrar, në tekst. S'ka diçka që t'informon ose tregon diçka? Jo, që të repi Kosovë që Unika Tili që ka punu tekste tepër qëtë. A e ka gjuhën e vetë, njërën e vetë të shprejonit, po me analizu një tekst. E ka një farë histori e ta? Absolutisht. Ajë shambull e një këngë kërë thotë, milicia, më thonë ti... Këfen me njerës atje. Po, nuk thotë policia, po milicia. A e din që milici e kanë pas emrin ata. Po. Më thonë, unë e këtë të i shoj, jam tepër i vëmendshëm. Kur bën dikush diçka të mirë, thon bravo. Kur shkruan diçka të mirë, thon bravo. Knaqsta kur shoh njerëz që kanë Kush është personi që u telefonon më shpesh te prej familjes? Që nuk shkojnë ditë për shembull pa të thirrë ose pa uni. Ndoshta edhe pak më rrallë se ju djem të keni më ndryshe. Nona e me dada. Dada, ja. Ne e them dada. Okej. Dada e me më thirë gjitha ditë. Edhe kur nuk më thirë, unë thëmë, pëse jesë për du me të pengu se s'pë di ku je. Po të thirë, nëse nuk e qeli të në thirë. Se unë shumë i të zonë. Sa mirë. Kur keni nevoj për një mendim të sinqar dikujna, kujna i referohesh, kujna i drejtohesh? Apo prap vazhdon veç me vetën? është ajo i... Kur du me, për shambull, me u këthy të kjerët. Kur du me blina i kjerët vjetër në diçka, me bo me u tranu,
konsultona me vllazën e me shoqëni ashtu, me atë shpresën që kanë më thonë mos e bë. Atë kur e kam një farë dyshimi që unë veç mbrana me nashta kom vendos, po Vynë dikush me të shtyp. pa një farë ndërgjegje më thotë, a unë i konsultoj me më thonë më. E kur më thonë ata, okej, thëmë, unë thira më thonë, unë thira më thonë jo. Shpesh më ndodhë kjo. Mirë, cili është kesh kuptimi që njerëz e kanë ndaj teje? Që ti je ndryshe, por njerëz sot po ju bjen shpesh me kanë për para televizioneve. Njerëz që po më duket njerëz të ka njerëz që menojnë që kraki është men e madhe. Ka ndodhur. Adin kraki, po adin më duket si kështu, adin po flet pak si me dure, me kuma, po. E kur më njohin, kur na vjen rasti me fole me ne, thonë, sa i thjesht kokë. Adin, një ditë në Prishtinë me burek në dorën e të ecë, bile ai djali që më ka folë mundet me komentu kur del kjo intervistë, edhe nalt bregdilë me burek në dorë të ecë, o nali djali tha, më fala, je ai deputeti? Thash, po. Ua, sa i thjesht kokë. Thash, pse? Tha që po të shatu i ecë, më duket interesant, veç vetë. Thash, pse qka të qysh me, tha zakonisht adin janë, adin doken pak ma kështu, adin janë 2-3 vete. Thash, jo. Tha se e kom pas për shtypjen që adin adin tip, jo Parisi, jo, adin, i pa qasë që. Jo, njerëz menojnë që, ose njerëz menojnë që jam shumë nervoz, ose po du me, adin, jo, qëfarë. S'kam kur gjë personal, më thënë edhe në emision, edhe në debate, në arrimas debateve, pim kafe bashkë, para debateve shpesh, i diskutojmë. Nëherë kur diçka rëshet diçka kështu, s'prej të heq me kërku fali, më thonë, personale kur njetë se kam me kërkon heq, as nuk hinë rash personal me kërkon. Heq. Në fakt që zakonisht e flisni atë që mendoni, nuk imponohesh nga askush. Jo. Qa duket e mirë, e bukur për dikon edhe që ka vlerë, është që e përkrani gjithçysh duhet me përkra pjesën kur bëhet fjalë UÇK-ja. Jeni çdo herë i hapun, ju kemi pa që keni qëndru, po më duket afër zotrit Haradinaj. Ke fol mirë, je mbështetës si luftës, si krejt çka kanë të bëjnë me këtë fushë. Absolutisht. Shiko, edhe ajo që unë vi për një familje që ne jemi matin këtë, edhe çështjen e Kosovës nuk e kemi zbulu në 99-ën, ose në 2000, ose në 2010-ën. Kështu që ka shumë familje në Kosovë që janë matim, që janë nisë matim me ardhe këtë pikë të kjo liria, edhe unë kam respekt pa kufishëm për krejt familje që kanë pas guxim. Ke mujtë shumë letë në ato vite, në ato kohë, mos më marrë me kërgjë, me nejtë rahat. Ata që kanë guxu më marrë me diçka, që ka prish të rezin sistemit, o da është këgja shumë me mendu, se tu ka rreziku fëmija, familja, tu kanë terrorizu. Unë x herë, me qindra herë, ndoshta, niva e milicisë, viket të natë të shpia në atë kohë, edhe si fëmijë neve na kujtohet imazh, të printohet. Për gjithë jetën të printohet imazhi i nives, i kjerit precisë që vjen me liprindin. Tash familjet, sikur Haradina, familja Jashari, njerëzit që janë mobilizuar, çfarë do lloj forme që janë rreshtu një formë ose një tjetër kundër pushtimit serb, kundër terrorit serb, duhet me johi kapele njerëzit me thonë bravo. Edhe kur ka qenë tema gjykate speciale në 2015, unë kam qenë këshilltar i ministrit shqiptar për punë të jashtme, këshilltar i lartë për çështje shqiptare në Ballkan. Edhe më kujtohet shumë mirë, diskutime më kujtohet. Unë kam qenë publikisht kundër gjykatës. Kam shkruar publikisht, kam vlerësuar publikisht guximin që ata njerëz e kanë pas në atë kohë. Në moshë të re, me urrështu, me luftu, me mbajt armë, domethënë është absolutisht e pakrahasueshme. Mas luftës tani, veprimet e njerëzve, mas që kanë kryer atë periudhë,
krejt ato tani duhen më analizu në kontekstin e mas luftës. Po nuk guxon një vepër e tashme, mi jasbe një kontribut madhor dikuj që ka bu një moment tjetër. Nuk guxon. është e pa drejt, është e pa moralshme. Edhe normalisht unë vazhdoj me qenë kundër gjykatës speciale, vazhdoj me uru që ata me u liru sa më shpejt, vazhdoj me vlerësu sarqit nevoja familjen Haradinaj për kontributit që ka dhonë, që ju kanë vra veç momenti i vrasit Luanit, që vllai vetë Ramushi e merr në krah, vllajin e vram, është absolutisht ai moment e tregon krejt një shekull vetë mohim që kemi na këtu. Nuk bën me relativizu këto. Duhet mi thonë bravo njerëzve që kanë bu diçka, me respektu, edhe se nuk kemi na shumë, na që ato sakrifica i kemi, s'kemi histori gjatë shumë, duhet me mbrojt, sikur Nënën Teres, Skënderbeun, i kemi dojemna, Ibrahim Rugovën, familje Njashari, sakrificën e Haradinave, gjitha familjeve, i kemi pavarësisht as partive këto, na duhet komplet si pako mi po ato, me u krenu me to, me i vlerësu, edhe me ju thonë faleminderit non stop. Nëse ka sjellje pahishme, nëse ka pas tani korrupsion, janë pasuru njerëz mënyrë të paligjshme, edhe ato dijen tashmë dhe njerëzit gradualisht me kalimin e viteve i kanë denu, nëse jo në mënyrë tjetër, të pakten me votë qytetari ka bën ndryshime, ka bën. Po te lufta nuk duhet. Lufta e Kosovës nuk ka qenë lufta 98-99. Lufta e Kosovës ka nisë 1912. Kjo që ta di njerëzit, se 1912 kur është kthy Serbia këtu, kur ka pushtu Kosovën masi ushem Perëndëria Osmane, krejt rrugës prej Prishtinës Shkup, rrugës e kurudhore, ka pas njerëz të varur me prisa të bardhë. Edhe nuk duhet më harru, po jemi një ismati me arë këtu, edhe është shumë mirë me konservu. Mos me politizu gjithçka. Njerëz që aksidentalisht bëhen figura publike dhe dojnë me artificialitet, me majt diçka, nuk më impresionojnë mu. Ty të impresionon veç kadeti, veturat, pasioni i çmendur që është i zotrit Krake. Faleminderit shumë për këtë intervistë, deri më tash. U kënaqa shumë, me njoft edhe një pjesë tjetër të juajën, për publikun sigurisht. Edhe me shku me realizu pak edhe një copë të intervistës në veturën që e dashuron zotri Kraku, edhe që ka një histori shumë të këndshme, që do të na tregoj në vazhdim. Kështu që kaq prej kësaj pjese. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Tash po shkojmë që atje ku i flen shpirti zotrit Krake, ku kënaqet krejt me ato vetura. Po, kjerët klasike nuk janë mjete me lëvizme to, po janë momente që përjetohen. Thonë ti lëvizme to, po është momenti ma e rëndësishëm se lëvizja, distanca që e bën. Kështu që tash s'më kam kohë shumë, po sa të mundem me nda momente interesante me kjerë klasike. Okej. Kështu që kjo është... Vetura me përfollo gjatë fushatës ka qenë. Po fiks. Kadeti, zotrit Krake. Është original 100%. Po, qa motore ka? A është i vitit 66. Është identik sikur kjeri që ka pas baca jam, baba jam që ka shku këtë në herë në Ravec me javë mësim. Edhe nuk është lyj kur, nuk është restauru kur. E ka 61 kilometra, dora parë, originale krejt. Krejt detajet, kime na tregu. Edhe haloj vjen era diqysh si në kjerët vjetra, kështu shumë interesant. Nështë duhet me lyj pak, po s'pë du m'ja humba të originalitetin që... Se këto shenjat e kohës janë na koleksionistat, janë prova të thimit. Apo jepim veturë, pak me na tregu ma shumë mas për këto edhe tjera të vetura klasike. Ura
atum që tash në kerën tonë që dojnë. Komfort, Maracën kjere 2026. E vërtet edhe që po një mes unika, kështu që pavarësisht sa i vjetër është, apo më tregon pse duket interesant, pse i dojnë që ka shumë veturat klasike. Veturat klasike tregojnë diçka për neve njerëzit. Unë jam shumë madhërues i madh i artizanateve, i punëve dorës. Edhe kjeret që në produktin e herë janë krejt dëshmi, prova, sa serios kemi qenë si njerëz, sa shumë është dash me punu, me produkt o pjesë, çdo element, çdo aksesor, ta gjithçka është plastik, gjithçka është industrializume, në skajshmëri dhe fabrikimi është sistemik. E këtyre herë, për çdo gjë është dash me intervenu një biologjik. Me do të thotë cilësia e metaleve, materialeve, për shembull këtu shihen kromi, këtë elementet janë rezistente, janë 66 viti prodhimit, edhe gjithçka është perfekt, funksionu. Në historia, kjerët e vjetra tregojnë diçka, tregojnë histori, tregojnë edhe historinë e familje që e ka pas, tregojnë edhe historinë e industrializimit edhe zhvillimit shoqënisë. Edhe është një farë ndjenje ndryshe kur jenë kërë klasik. Nuk je tu zhvendos, po je tu përjetu. Nuk je vonë kur. As nuk te i kalon njerëz, as nuk ngutesh trafik, as nuk bosh nervoz. Nervozit kërë klasik është si me shku te psikologu, është terapi. Terapi të edhe mirë që ja pas ke gjetë sidomos në Prishtinë që dhe në pas ko gjatë shumë mirë. Në Prishtinë, me lexu libra në kolona s'po shumë praktike, kështu që unë me kërë klasik. Si janë me që do e kalan? Kur jam koloni, analizoj dhe herë aksesor, Knajt. Po. A na tregon si filloi dashnia për këto vetura? Qysh të sa? Para 11 viteve kam pas një koleg francez, e ka pas ai një Volkswagen klasik, një kështë bub që i them na bresh. Shkova me të me këshyr aj me ble një kjerë kështë klasik, kur e pash që ato bubat, edhe shumë bukra, interesant. Tani e bleva një portokalt. Po e diti që qka janë, po veç më dok shumë edhe interesant. E tani këm fillu mu interesu ma shumë për to, këm lexu, qa modeli, tani këm marrë vesh që në klubet, tubime që më buen dileve, me njerë që kanë pasionin e njejt. Në këm gjete, këm ble, këm sjell, këm pagu një transportus, me sjell edhe me ja kujtu atë ko, që nuk është krejt e mirë për ta, nuk janë kujtime krejt mirë, se sistemi edhe ka pas ndalu, me u punësu këto afër shtëpis, edhe ka hek shumë me shku, çdo ditë me u qu 5 mëngjesit, me mrinë, herë me autobus, herë me kerë, me mrinë, në avec me ko. Po, prandaj e du shumë këtë kerë dhe është si antar i familjes këtu, një nik, edhe ma kujtën mua të krejta rrugtimin familjar dhe personal. Edhe emocionet e babet sigurisht e mirë për ti. Çish kanë? Çish ka reagimi? Kjo reagimi ke shumë interesant edhe kur hinin të tha, pa qështu kun, valla, din tha, qështu kun, bile deri tash, deri vonë tash, para disa mujve dhe veti ka mujt me vozit, me gra dhe tash o lodh pak, po kam shpes që ka mu forcu prap me i gra pak. Ky ka 4 shpejtësi, motori 1.1, është nuk ka gjanë shumë benzin, nuk ka filtera shumë, nuk është modern kështu. Vjen njëra pak benzin, kur ti bësh 100 km me të, kur të mrish në destinacion, krejt e marrin vesh që paske ose ki nejt ikun në garaj, ose vjen një farire benzin, nësë është dim një melëshu në zemë këtu, tani nxehtësia e motorit, pa filtra vjen këtu. Krejt që ka ndodhë aty të motorit me ullje me krejt, vjen këtu.
mirë. Sot të ndalemi pak ose po ndalemi te vetura e Çeki që janë veç 26 vetura në botë, edhe e ka mundësinë, e ka pas mundësinë, zoti Krako vazhdon me pas mundësinë ta ketë njëri prej 26 personave. Çfarë lloji veture është ai? Unë tash kanë marrë vesh njerëzit, unë jam Marakli i kjerëve të vjetra dhe në Paris i kam disa tjera që i kam bledh, i kam dru, i kam shkëmby ndër vite, derisa tani pasioni i tillë bëhet pak si një farë smundje, si fiksim. Kam arrit, unë jam specializuar dhe i dashur shumë Volkswagen, domethënë kretat llojet e Volkswagenit klasik i njeh shumë mirë dhe i dua dhe i kam shumicën prej tyre, i kam pasur, i kam. Edhe para 3 vjetëve kam arrit me ra krejt rasisht në pistën e një Volkswageni që quhet Cviter, në gjermanisht Cviter i bjen hibrid. Me 1 tetor 52 Volkswageni ka ndru modelin e kjerë. Atë veç një kjerë ka dalë në fabrike që buba. Prej 1 tetorit 52 deri me 10 mars 53 janë prodhu Volkswagena me disa pjesë të asaj kohe, me disa pjesë të modernës. Edhe kombinimi 5 muaj e 10 ditë. Gjatë asaj kohe kanë dalë shumë pak Volkswagena kabriolet. Se kanë kushtu më shtrejt, edhe njërës si kanë pas mundësin 52-ën me pas mundësi me ble. Për shembull radio, me lyp radio me ta qitë në atë kohë në kërë, radio ka kushtu 12% e çmimit të kerrit. Se në vitin 52, asë shpis kanë pas njëtë radio. Ti ka qenë super lux me lyp radio blau punkt në kërë në atë kohë, e te prume. E tash kanë bet prej gjithë kabrioletave të asaj periudhe, sot janë 26 që janë të regjistruar që dijen në botë, veç 13 prej tyre janë gjendje me ecë, tjerat janë gjendje në restaurim e sipër. Në Francë nuk ka pas tillë kur, unë kam arrit me gjithë, tash është veç një në Francë, edhe unë kam atë shumë me fatë, shumë i lumtur që kam, sa shkojnë tubime marrë çmime ato. Nice. Në tubime të kerëve, jo politike. Po, qatë synë sanë. Bukur, sa e ka çmimin sa që e vetur që një pasyre në tregohet që mira euro kushton. Çmimin vlera e kerëve klasike shkon të rrit me kalimin e kohës. Edhe sikur çdo pikturat e orët e krejt çka janë koleksion. Vlera asaj është sot në tregun francez sillet mes nështë 110.000, 50.000 deri 130.000 euro. Se bën rrallësia je vlerë, do të thonë sa më i rrallë jetë një objekt, aq më shtrejt mundet me kushtu. Nuk është nështë edhe shumë shtrejt për disa, po për një Volkswagen, super i vitër. Po nuk ka, është zërë me gjithë Volkswagen më të rrallë dhe më të shtrejt si kjo. Tash normalisht që për mu është edhe si investim, do të thonë është kapital, cilin e kam ndërtu me kalimin e viteve, dhe krejt kjere që i kam Qasaj shume? Jo, tjera janë më të lira, po e kam si investim, dikush i plason parët në banesa, në kutadion, unë i kam shti ekonomit e mija po të kjeret klasike, cilave jo rritet vlera vit pas viti, edhe unë përfitoj për ty në dalë me tu, është nësi e madhe me taku njerëz, me fitu në çmim, s'ka në çmim diçka po simbolika e. Simbolike. Me kalu momentet mira. A të kalon në rrugë nëjherë? Jo. Kër? Jo. Ja kom qita akumulatorin e ri, para 2 java 3, këtë një nek, gumat e reja, kom e qute në gjakute të tabaku, specialisti Opelit, tash kom e quni ditë me aboni servis, është i regjistrum, është i sigurum, është në emën tem, është me dokumenta, gjithë shka, është i super rrujt, unë shkojnë në kuvend në parlament me të në herë, dalë në Prishtinë me to. Po kërë që ka po ma shumë të zhurë më konë gjatë këtyre. U përfohën mjaftë shumë. Dimre ta kilet me dhez.
A ka kësi probleme? Jo, e ka një sauki, thojnë, a di që është sauki? Diçka më qenë? Sauki është me ngre, kjerët të nëherë nuk kanë mujtë me udhez me njëherë. Aha. Saukin kur e ngre e qelë karburatorin edhe qënë benzin, qënë një dozë benzini direkt. Aha, okej. E qelë Jo, s'petisha. edhe ndhezjen me nxes duhet me ngre saukin pak, kur dhezë herën e parë tani gjatë ditës është okej, po. Okej, nice. Qa është në i farë histori me nga tregu që të ka ndodhë prej kur e ke ble këtë vetur? O, këtë histori diçka, Po, që ja vlen me tregu ngjarje diçka, me të lanë rrugës pas kalon. jo. Histori kom shku, kom marë, kur e kom ble, fakt atër s'kisha, e kom gjetë një këtë Francës, në Frejus është një qytet. Edhe nuk kisha qësh me e marë. Një shok atje tha që po të vazhdoj një rimorkë kështë. Unë kirin e kom me atë kuken mrapa, po kur njëtë s'kisha lidhas, nuk disha që është qitet ajo. A i s'isha atje prezent me mi mu, edhe me vizjo cool, më ka të regu që është me lidh. Kur shkova me e marë dhe aji francezi kirin, pajmë një mëj me lidh dhe në gjita, tani ishin 1000 kilometra me bote i në Paris. Gjatë rrugës, u të që pëm bjen kjerës, disha sa herë duhet me lidh, gjithë pompë benzinit u nalësha me ble nga një kabull, nga një sajle ekstra. Të e lidh, maraglia është Edhe natën, kujtohet, bigja shi shumë në natën. Zotri Krake, ama vështirë është me u marrë me politikë, me menagju politikën, apo mu marrë me kërë gjatë dimrit, me janë ngre qatë saukën? Me kërë është ma kolaj mu marrë. Me kërë është, edhe me të prish kërë është ma kolaj mu marrë me to, se me politikë. Okej. Mirë, pyetjen e fundit edhe, a e keni menu në herë me shqip, për shembull, a do ta shisnit ndonjëherë këtë vetur që është kujtim shumë i bukur për familjen? Nuk i dihet, po jo valla, për qef, Jo. nuk e di që shvinë punët, po për qef jo. Apo për shembull nëse vjen situata ku unë për x arsye nuk jam këtu, se këto kjerët e vjetra kanë nevojë me i përdor, me i dhez, me i përdor. Edhe po nuk s'moj me shqitje, s'kucek. Ja, marakli mbetet i ru. Se nuk është veç kjerë, është diçka tjetër. E ajo nuk është as, nuk mundesh mja fakturu njerëzve ato që për ty ka vlerë, që s'është materiale, ti e vlerëson për shembull 20.000 euro, kërë mundet i pas vlerë ma pak, po ti thu për qatë arsyën emocionale, historikë, unë e vlerësoj ma shumë. Sigurisht. E kështu që është zërë me unda prej Veturës që tani. prej objekteve, është si për me shqit një fotografi të familjes, ose diçka që të regon një histori diçka. Faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit për te, për juve që keni ardhë me na po, në këtë kohë shumë dinamike, shumë Të nëndë, pak lukë. Faleminderit shumë. U kënaqja në intervistë. Faleminderit shumë. Apo një zharat, kërë? Super rad. Ja, a din çka ka ashtu menu? Mi kallëzu shikuesve që kjo vetur s'ka rrëp sigurimin, për çata edhe si na t'hidhen. Jo, s'ka rrëp, se rrëpi i sigurimit ka dalë për herë të parë në 67-ën. Kjeri është i 66-ës, dhe kodi rrugor në Francë edhe në Belgjikë, në gjithandej në Evropë, kodet rrugore e parashohin këtë përjashtim. Në Francë ligji thotë që rrëpi i sigurimit është obligativ për kjere që regjistru prej një korriku 67, që përjashtohen automatikisht krejt ato që janë prodhu. Edhe ma poshtë ligji thotë që rrypi nuk kërkohet në kjerët që kanë dalë nga fabrika pa të, që nuk e kanë si dispozitiv. Kështu që mos na keq kuptoj njerëzit. Jo, s'peja. Kodi rrugor në Kosovë, ligji këtu, edhe me implikimin tim personal edhe me do të ndryshoj se duhet me fut nocionin e trashëgimisë, vlerës që kanë bota automobilistike, trashëgimia, historia, restaurimi, shpëtimi i trashëgimisë, krejt këto duhet me u fut edhe me ligj.
E tani neve që kemi këtë smundje Të pashërueshme. pashërueshme me na kuptu. Me na kuptu se s'kemi çka me bu. Faleminderit shumë. Kënaqësi e madhe, faleminderit shumë. Faleminderit me shpresën që u kënaqëm këto, po besoj edhe publikun edhe që keni mishur në vendin tonë. Faleminderit shumë. Me shumë vullnet, kismet edhe me pas një hezitim. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.